Ja pse nuk duhet t'i lani dhëmbët direkt pas ngrënjes. Lani dhëmbët me furçë të paktën një orë pas ngrënjes, veçanërisht nëse keni pasur ushqime acide, për të mbrojtur smaltin e dhëmbëve tuaja. Dhëmbët dhe mishrat e tyre të shëndetshëm janë në jetik për shëndetin e përgjithshëm, por kur vjen puna te larja e dhëmbëve, tregohuni të zgjuar në lidhje me kohën kur duhet t'i lani ato. Prisni të paktën një orë pas ngrënjes, veçanërisht nëse hani ushqime acide ose pini sodë. Kjo i jep kohë smaltit tuaj për të ngurtësuar përpara se të lahet. Nëse i lani dhëmbët menjëherë pasi keni ngrënë, atëherë dijeni se po i bëni një dëm të madh shëndetit tuaj dentar, pasi kjo gjë do të ndikojë drejt për së drejti në përkeçësimin e smaltit të dhëmbëve dhe dëmtimin e tyre. Ekspertët këshillojnë që dhëmbët t'i lani të paktën një orë pasi keni konsumuar ushqim dhe gjithashtu të tregojeni të kujdesshëm me mënyrën se si i fërkoni ato.